të ti? Është mënyrë psikologjike, ajo si të nxjerrësh tjetrin nga vetja. Po, të po them. Shumë e zgjuar. Rinte, do të thënë mimika dhe në çdo gjë. Dhe prap filloi nga fjala e asaj. Ku më drejtu unë tu fol me Gresën, por nuk e di po çfarë ishte tu i thonë një gjë në lidhje me rrethanën, po s'kishte të bënte prap agitacion propagandim, thotë me grupin tanë. Aty ajo që shkëndia që ndodhi pasaj gjëja. Po. Kanoçja e Olës, normal. Të shonë helmin edhe... Po. Helmi asaj e helmoj këtë fermë. Pra po, pak më të zgjuar do ishte mirë. Pak më neutral. Pak më të distancuar. Nuk çon gjë agresiviteti. Agresiviteti sjell klikime, shikueshmëri, reagime, dhe this is the reality show. Po, injorimi sjell asgjë. Kur s'ka asgjë dhe mirëpafshim. Ajo dje mori atë që deshi, që ishte një prajm i tërë. Se njeriu kur s'ka asgjë, asnjë situatë, asgjë del nga vetja. Se do që të ketë, është individ që do që të ketë. Do njeri gjë nga frigoriferi? Një shishoj. Ne apo pakas? Papa. Vanessa po thotë që projmin e ka marrë, për që si projme faleminderit shumë, I would rather not be Gresa, part zemra, of it. është shumë e thjeshtë. Me më qitë mua atë video të e ofendu dikan, wow. Është shumë e thjeshtë, Gresa. E thash edhe dje. Më dëgjoj pak, e thash edhe dje. Secili këtu ka parimet e veta dhe është përgjigjës për çfarë nxjerr vet nga goja. Por ne jemi në një komunitet. Nëse individit si Ola për shembull nuk i pëlqeu se ç'a ndodhi, siç nuk na pëlqeu të gjithëve, por ajo u ndje edhe më keq, nuk është normale që të dali jashtë kësaj bashkësie. Nëse ty s'të pëlqen edhe e shikon problemin më tej se sa kjo bashkësi, ik. Përpara se ti të agravosh situatën dhe të fusësh një njeri që s'ka lidhje fare me këtë gjë. Më kupton? Ajo është për mua, unë jam djerë e poshtruar në atë moment. S'kam dash veten që isha në atë emision. Më e poshtruar se sa në çdo moment tjetër. Sepse çdo gjë tjetër e kemi ne në kontroll këtu. Ti e kontrollon, ai fleta si fleta saj, ai provokon as e provokon atë, dhe sa do ta çosh atë. Ti e kontrollon. Po të mos i flasësh fare, ti shife. A do të afrohet apo jo? S'do të afrohet njëri. Do të afrohet dhe nëse afrohet dhe del situata e është kontrollit, është faj vetë pastaj. Më kupton? Po i fole ti, po i dhe ti shkas, merret kështu jashtë. Por ti ta kalosh nga ajo në një individ që s'ka lidhje fare me këtë gjën, kuptoj e vetë se ç'a ndodh. S'ka nevojë të ta them unë. Unë do kisha ik, po t'isha aq e prerë që shaja individin që prezanton produksionin në atë lloj mënyre. Do kisha ik, më mirë kisha ik, se sa isha bërë atë. Ta them troç, ti e di që unë nuk rezervohem të këto gjëra. Dhe i thash që kërko falje, nuk kërkoj falje dhe kërkova unë falje për njerëzit aty sepse u ndjeva super keq. Po s'dija ç'a të bëja. Ishim gjithë kështu. Po të them, s'të pëlqen një gjë, iko vlla, ik. Siç kanë shumica që s'janë për shtat këtu. Loj nervash është kjo. Siç ndodhe edhe në jetën e përditshme, se kur ndodhin këto gjëra njerëzit. Po ti shkon te tjetrit i thosh fjalë e fundit tjetrit, që s'ka lidhje me këtë mohabet. A justifikojmë ne këtë që ka ndodhur? Jo. A do të thotë kjo që ti duhet ta bësh më keq? Jo. Se jeta shumë e gjatë, nuk është 3 muaj loj. Jeta është, sa vite është, karriera, qa do ti të bësh pas kësaj. Janë gjitha, Gresa, duhen menduar gjitha.
duhet menduar gjitha. Po Sora ti po më fuj mu, ti unë kom nxjerr aty ka goja. Jo, po ti e suportova atë fjalë. Dhe Jo, unë prandaj nuk po e flas. suportova. Unë Ti e vazhdova. Jo, Sora, mos ma përdredh dhe realitetin. Unë, momentin që e ka thonë, unë as Ole nuk jem kthy me këshyr, çaqëran që u konë, mirë po mas reagimit të opinionistëve. Do me thonë ko ka keq fjalla. Po gjithë di mos Unë jem zemra ka që për është fjallën, keq. jem ka për reagimin e fjallës. Kresa unë Sora, kuptoj. mos të mëna mu me më qitë me një pozitë ku unë nuk jem konë, se nuk jem konë. Unë ta thash dhe dje, e di që se ke thënë ti, por do ishte mirë që të distancoheshe. Po pra, unë po flisja për person tjetër, s'po flisja për ty. Unë thash, po si pëlqeu një individi që kjo gjëja ndodhi dhe do ta përçoj tek produksioni apo të njerëz të tjerë, të iki para se ta bëj. Më kupton? Se kisha me ty. Sido që tjetë puna, Adi dhe përgjatë qëndrimit nuk fjeu, nuk denigroj në ndonjë moment. Ja. Në asë një moment. Absolutisht. Dhe nuk ishte e nevojshme, për pos gjithë gjë, si që tha Sara, ne nuk po justifikojmë asë edhe një gjë. Por Ne kemi ajo që thënë ndodhi në 12 prime fund këtë muhabet kemi bë. Ishte e turpshme. Kaq. Djalë shumë korrekt. Shumë. Shumë. Dhe nëse ka një gjë që Adin e ka penalizuar, Me një ka fjalë, qenë fakti edhe me që... një fshes doli ai. Po. Pa bigari hak i themi ne. Ai doli bigari hak. Dhe prap i thëmë S'di pse si ti me ta shkove përkthy jaçave, bigari hak. tullumbace. Ndërkohë që ajo ishte Pa një faj rojë shumë, me çari pa faj. tullumbacesh. Fajtori pa faj doli ai. E fshio, me fshes. Edhe si a qetën. Edhe që ditë naftës. Fajtori pa faj. Publiku që shkon voton? Publiku që shkon voton? Atë që dhunoj verbalisht, fizikisht. Kjo është që publiku shkon voton, atë që dhunon verbalisht, fizikisht. Si djemt, si vajzat në këtë shtëpi. Kjo është nuk ditë që të them. Shiko, Adi atë ballafaqim e kishte kërkuar. Ai kishte kërkuar të dilte kokë më kokë me mozën. Dakor, Më doli. fal. Publiku pse zgjedh të bëj këtë zgjedhje? Po pra, por këtë gjë nuk mund t'ja drejtosh produksionit, këtë po të them. Jo, s'ke punë. E pra, a doje këtë gjën, u dha kjo gjëja, u dha vendimi... Su disht me dollë në minim, ajo bëll ka bo për me dollë jashtë. Ai ka thënë, e kam dëgjuar unë, du me dal po. kokë me mozën. O ti unë këtë shtëpi, po e ka thënë. E kam dëgjuar unë, këtë ka kërkuar. Problemi se ne kemi kërku shumë herë shumë gjona dhe nuk janë bo, o Sara. Jo. Kjo që po thot Gresa është që ai person duhet dënuar në një mënyrë ose në një tjetër tek pull për dhunën fizike dhe verbale. Drejt. Mbaron filmi. Pa. Pra, po, s'pa e Shtojnë kupton. te thonë ne. Në momentin që Jo, ti ti s'pe ati kupton. personit, jo, unë e kuptoj shumë mirë. Jo, s'pe kupton. Në momentin që ti ati personit i jep mundësin që të bëj shaka me ty, i jep tolerancën. është e vërtet. Po hë pra tani, Po flasim. sepse dhe dakor, neve gabimi kemi qenë në vetëm i krevat. Adit ka qenë ky. Më dëgjoj Dhe pak. Ja kemi thënë kush më shumë e kush më pak me kohë. Unë po diskutoj çështjen në thjeshtësinë më të madhe që është. Më dëgjoj pak. Në këto 2 ditë, s'po marr unë analizën e një muaji. Në këto 2 ditë ka ndodhur dhunë verbale ndaj 2 vajzave, pavarësisht si kanë reaguar në moment parë dhe është bërë analiza. Si kanë qenë momentet tjera. Prit për tani. M'fal. Prit. Pavarësisht si ato kanë reaguar në moment parë dhe si kanë reaguar në moment dytë. Ky është tjetër film, por pavarësisht si kanë reaguar ato në moment parë dhe në moment dytë, ajo fjalë brenda një formati të Është e tillë tmerrshme. nuk duhet të ekzistojë. Shumë dakord. Dhe produksioni në këtë rast që është tutori ynë duhet marrë një vendim kundrejt personit. Po e mori, po më dëgjoj ç'a dua të them. Ja, dëgjoj pak këtë. Ne na ka ndodhur e njëjta situatë, kemi qenë me Jonidën, ka Java qenë dhe parë. Moza, ka qenë java e parë. Javën e parë ne me Mozën kemi pasur shumë konfidencë. Bënim shaka, bënim muhabet, qeshtim e tjerë. Dhe në një moment ne po qeshtim gjatë gjithë kohës dhe tha të njëjtën fjalë. Jeni disa të vogla juve. Ku të vogla, Se them. me atë gjumë është mësu me shoqet e veta. Po, dhe ne Si qeshëm. disa tjerë. Po prit pra, dhe ne qeshëm sepse, më dëgjoj pa. Po, dëgjoj. Dhe ne qeshëm sepse konteksti i gjithë gjës ishte që po bënte jo shaka, po ishte e çlirët me ne, se ne i kishim krijuar konfidencë. Vatrën. Po, tani do ishte njësoj sikur ne në atë moment të qeshnim,
Dhe në prajmen e asaj here të thonim si na e the këtë. Ndërkohë, kur ishim këtu, që më tha të gjë për fëmijët, unë nuk po qeshja, unë ju afrova deri këtu. Reagim direkt. Po, më kupton ndryshimin? O, Sora, Dhe kur ka thënë atë fjalën. Nuk e kanë qitë klipin, se na që atë për që atë, se na e na konë të kesh. Basi se unë nuk kam qenë, Na nuk e konë të di. kesh, po, pe pranon të qëto, se unë nuk të prezentoj realitet të përshdrivër. Po e di, As nuk e bëjt mirën kesh, as keqen të mirë. Ne e na konë të kesh, se kur i rahim rena, këta mas pari nuk jenë konë të flejt. Buja ta hajde pe kalzojna ka një ondrët mirë dhe një ondrët keqe që i këna po që të mrena. Edhe janë nisëm i kalzu këtë sene. Momentin që Ola, i ardhë reni Olës edhe Ola tha, ondrën e mirë jem të e përjetu dit për dit. Mozës i ro pika në kry. I ardhë reni Mozës tha, unë e ondrën e mirë, tha për jetëj, tha që tashta me buja në krebet. Edhe kur ka bo që ashtë, i ka doj pak midis edhe ja buna, tha shajde tha shta mle midisën tash se poftufësh. Edhe ecëm. Ja nisi buja me full, u bëklu interneti edhe thash lene djallin le gjvidot edhe ja këna nis me kesh, me qatojin a konë atu kesh. Si na konë, mo të full me muzën. Muza, kejtin konë qut. Edhe na të kesh, veç kërë këthy, jo kërë. Na, dhe me thonë, haljon nuk ka ndodha i farë perceptimi i situatës. Rap edhe u E qunë. ka thënë bas frazës, i ka thënë Ola, pipi se lirohesh. Kur ja ka thënë këtë frazë, pipi se lirohesh? Masi që u që buja me bua atë farë gjestin. Ajo tani apete ka thonë atë farë fjole. 4-5 herë në ka thonë i lirë. Qa me reagu më reon atë vëllo. Ej, kuma, je normal që ka jetë më thonë, bre. Po, tha, po ta thëmë apet, qështu? A e dë një ftyrës. O Gres, e di ku ishte e gjithë gjëja? Jo vetëm ju të dyja që qeshit në atë moment, po dhe te klipi që doli Adi, që ka pas me Mozën, kur Moza i ka shkel në krahëror, ka thënë, unë e ka masazh. Dhe përveç kësaj dhe këtu nuk bajti shëndrim. Dhe Ola i tha, kur ajo i tha që më vitë zhvesha, nuk e di, i tha, unë atë pres. Dhe ndoshta perceptimin, procesimin... I montazhës. Jo, procesimi ka ndodhë më vonë, por ajo që ne shofim dhe ne, unë pa qenë aty, ajo që shof është fan. A ke parasysh, po kalohet kështu, unë e di gjën. Unë të kuptoj, por po them dikush që e shef nga ekrani dhe unë atë moment e pash nga ekrani, mesazhi që përcillet është totalisht ndryshe. Ata që në konto e po live atë moment, ndryshe u konë. konë. Po them, unë fajnja vë dhe vetesime, për disa lloj fjalësh ajo i ka thënë dhe unë i kam kaluar. Atë kalzej për çka i vo vetës faj. Në atë moment që më ka thonë atë farë fjole që s'jem që më jasë dy dritat e synit. Pa që ishte pra. 2 dritat e synit. Atë po themi dhe ne. E deksha, e pa e bo më smeqa. Atë po themi dhe ne, se nuk po të thot njeri që ajo ka pas të drejtë. Por reagimi s'ka qenë i duri. Ka qenë i gabuar. Dhe ato këtë të kanë thënë. Oj, loq, ka to e Thjesht keni kanë qenë thonë se shumë të jem konto, nervozuar. u mënu, jenu il krejt, me këshyrë montazhën qysh me bo edhe ku mi godit që me qitë mozën të Gresa të papajshme. thanë të njëjtën gjë. A e një Albani kur tha ka me të që kjo që ka me thonë ka me të inglu që unë e pëmoj janën e mozës edhe dita që ka po vjen. Unë e di Dëgjoj që ka pak po çfarë do vjen. thot Vanesa. Kur ka pas Sara... investimin do të me kthy. Shif, Gres, kur ka pas Sara situatën me Mozën aty lartë, ajo që Moza i ka thënë Sarës ka qenë pse nuk shkon të kopshti me fëmijët, psikomaniake, nuk e di se çfarë tjetër, budallaqe, nuk e di çfarë i ka thënë. Dhe Sara ka reaguar aty për aty. Dhe kjo u diskutuan prajm gjysore. Dhe kanë qenë mbrojtjet e Sarës. Sepse Sara reagoi aty për aty dhe indignimi, jo vetëm që u diskutua indignimi Sarës në ditët në vijim, por u diskutua indignimi Sarës aty për aty. Dërsa ju aty për aty qëshët. S'po thot njëri që Moza ka të drejtë, por u diskutua reagimi Ja thanë asaj që kjo fjalë ishte e tepërt, Po. por në mënyrën se si ju reagua duke sigurisht shoqe edhe po e thonit. Jo se duhet ta thonë shoqe, se shoqe dhe mia s'ma kanë thënë mua kurrë atë gjë. E pse se qeten edhe ato që e ka godit me sa ka pos hez Odin? Atë pas se di. Unë po se flisja den. për- Po pastaj ka dalë ati duke thënë hajtë se masazhe kam. Jo, Ky është me fshis, gabimi. me fshis. Ajo ka ndodhë Po 2 pra ditë po pas. Adi kishte kërku, po ta the dhe njerë se e dëgjova Po dje. njemoj të qa ka kërku se na mujna me kërku edhe ka një aeroplan që të po stabin. Po pra, ata pyetën Adit ndihesh i dhunuar? Po, tha Adi. Dhe ndërkohë Moza thot
thoshte dje që edhe unë jam djeri dhunuar se më ka kap nga shpina, më ka kap shumë, më ka bërë këtë, më ka bërë atë. Më kupton? Ishin dy njerëz që thonin për njëri tjetrin që ndihemi të dhunuar nga njëri tjetri. A është kështu? O Ilir? Jo në tjetër mas. A ishte diskutimi kështu? Kështu ishte diskutimi. E pra, s'po them unë për masën. Unë po them si u vendos diskutimi. Ka Adi ta shtrëngote. As nuk e diskutoj, Adi ishte totalisht i pafajshëm në këtë gjë. Nuk e diskutoj. Gabimi i vetëm që bëri Adi është që nuk vendosi barriera. Kush të këshyr ty? Kaq, gabimi i Adit ishte që nuk mbajti një qëndrim. Ky ishte gabimi i Adit. Ja kemi thënë 3 javë rresht. Jo 1, jo 2, po dhe 5 burra me kap me loze me përplas, ajo shkrihet. Nuk ka rëndësi po. Që ato është krejt. E rëndësishmja është me e injoru. Kaq, s'di si ta them më. Injorojeni. Injorojeni. A, se s'du me folë më për atë e fare. Po flisa për situatën e djeshme, s'po flisja për atë. Kushdo që t'ishte situatën e djeshme do ta diskutoja. Katastrofë. Nëse mua më vjen keq që Adi u bë kurban në gjithë këtë gjë. Edhe Odi ka gabu, se kur I ka ro, ajo Odi ishte edhe kë miro, kë pjok me qitë në tokë, edhe tani ja këshin qitë videon. Tani e këshin qitë videon, justifikon edhe unën tani. Justifikon jo